Më shumë njej si avokat që mbrojti komandant Remin në gjyq. E pak njerëz e dinë që megjithëse Sylla ishte kryetari i parë pas luftës në Prishtinë. Për këtë detyrë, ai ka borxh pikërisht klientit të tij Rustam Mustafës. Me insistim të këtij fundit, Sylla drejtoi Prishtinën në kohën kur funksiononte e ashtu quajtura qeveria e përkohshme e Kosovës, e udhëhequr nga Hashim Thaqi në muajt e parë të lirisë. 18 vjet më pas, ish-kryetari tregon se si e gjeti pothuajse të shkatruar komunën. Me sinqeritetin më të madh po i them që nuk ka pas ditë që nuk kam përdor tableta për qetësim, se ishte një situatë ku çdo gjë ishte shkatruar. Ishte shkatruar si në aspektin ligjor se nuk kishe katë ambaje, cilën ligj, cilat rregullore, si të veproj. Ishte situatë e rëndë se njerëzit kërkonin ndihmë, kërkonin të afërmit e tyre, kërkonin objektet ndihmë për gjendje materiale ku mos trehu se ishin shkatruar me mia objekte. Këto e vështirësonin punën, ndërsa mundësitë për me ju ndihmuar ishin minimale, por nuk ishin fare. Syllës nuk i shkoi gjatë qeverisja kryeqytetit, pasi që administrata OKB-s mori në menaxhim krejt vendin, përfshirë edhe pushtetet lokale. Ky mision në vitin 2000 organizoi zgjedhjet e para vendore në Kosovë, ndonse pritej një fitore e pakontestuar e kraut të luftës, ndodhi e kundërta. Pushtetin në Prishtinë mori LDK-ja. Partia e Ibrahim Rrugovës siguroi 31 ulse në asamblen me 51 vende gjithsej. Kuvendi komunal zgjodhi më pas unanimisht Sali Gashin si kryetar të qytetit. 2 vjet më pas u organizuan zgjedhje të reja. PDK nuk fitoi as kësaj radhe, pasi mori vetëm 18.52% të votave. LDK-ja doli tepër e fortë për të mposhtur me 52.55%. Por kësaj radhe Sali Gashi nuk u la të vazhdoi mandatin. Për kryetar u preferuar lideri i Vranjevsit, Ismet Beqiri. Ai është i pamposhtur edhe në votimet të reja më 2004, kur u konfirmua si shef i kryeqytetit. Në mandatin e dytë qëndroi 3 vjet deri më 2007. Për votimet e reja lokale që u mbajtën këtë vit, u vendos që kryetari të zgjidhet direkt nga populli. LDK-ja që udhëhiqej nga Fatmir Sejdiu, pasi Ibrahim Rrugova kishte vdekur, e preferoi një tjetër kandidat për lider komune, e jo Ismet Beqirin. Isa Mustafa fitoi, edhe pse rival të fortë kishte Fatmir Limajn, njëri nga njerëzit kryesor të PDK-s. Por për triumf ju dash të shkojë në balotazh. Risi e këtyre zgjedhjeve ishte kandidatura e Partisë së Re, Ora, por Ylber Hysaj ishte pa gjasa. Sikur ky, kaloi edhe biznesmeni Gens Meraku, që ju fut garës në nënprellën e AK-s. Nuk ja doli as AKR-ja e Begjet Pacollit, që pati kandidat Ibrahim Makollin. Tjerat zgjedhje u therrën pas 2 vjetëve, LDK nuk pati kushtamund. Përjedhoi Isa Mustafa fitoi prap. Rivali i tij kryesor kësaj radhe nuk erdhi nga PDK, pasi profesori filozof Astrid Saliu mori vetëm 12.3%. Mustafa u sfidua më tepër nga biznesmeni i AKR-s Vegim Gashi, që fitoi 22.3%. AK kishte shpresuar që eksperti i pushtetit lokal, Besnik Tahiri, do të befasonte për të mirë, gjë që nuk ndodhi, pasi ai nuk kapi më tepër se 5.5% të votave. Isa Mustafa e menaxhoi kështu Prishtinën deri më 2013. Në zgjedhjet e para 4 vjetëve, garës për kryeqytetin ju shtua edhe një subjekt politik. Vetëvendosje pretendonte kryeqyteti me ekonomistin Shpend Ahmeti, i cili kishte dështuar paraprakisht me subjektin politik Fryma e Re. LDK shfaqej e sigurt në fitore, saqë kandidati i saj Isa Mustafa pretendonte se e rrimer Prishtinën me duar në xhepa. PDK-ja befasoi kësaj radhe duke i besuar ish-komandantit të UÇK-s dhe ish-kryeministrit Agim Qeku, i cili dështoi. Kandidat të ri për këto votime solli edhe AKR-ja, që shpresonte shumë në avokatin e ri Korap Sejdiun, por as ky nuk ishte i duhuri. AK-ja i mbeti besnik Tahirit, që nuk ja doli as kësaj radhe. Megjithatë, diçka shumë interesante ndodhi në votimin e parë. Isa Mustafa nuk fitoi, por shkoi në balotazh. Për kandidat nuk pati askë nga PDK e as AKR. Ishte Shpend Ahmeti që e sfidoi për votimet e dyta. Madje e befasoi Mustafën. Ahmeti fitoi në balotazh duke bërë Prishtinën të ketë një kryetar që nuk vjen nga LDK për herë të parë pas luftës. Megjithatë, kjo parti mbajti shumicën në asamblen komunale. Zgjedhjet e radhës janë në nëntor. I vetmi kandidat i konfirmuar nga subjektet politike për garën e re është Shpend Ahmeti, i vetvendosjes.